Shqipëria tha, Bashkimi Evropian, Perëndimi tha, në Shqipëri ka ekzistuar diktatura komuniste më e egër në botë. Dakord? Pra është ndryshe nga ishlinja komuniste, nga vendet tjera. Dhe bile, në ato vende ndodhi një vit para, s'kishte probleme sa atyre. Tani përderisa ti e përcaktuar Shqipërinë si diktaturë më e egër komuniste në botë, atëre e meritonte ti bësh një trajtim i veçantë. Aq më tepër që do kalohesh nga një sistem diktatorial në një sistem demokratik që pushtetarët tanë, klasa politike s'kishte asnjë lloj eksperiencë, asnjë lloj përvoje. Atëre, çaj takonte ta bënte, edhe një fshatar kur do të bëjë një kotec pulesh, bën një sap. Me çfarë do bëj kotecin? Sa të madh, për sa pula, sa gjela, etj. Jo më të prishësh një shtet e dëtosh një shtet. Pra këtu filloi ajo. Po cili shtet u prish, se po merremi me diskutime të kota, e kupton? Jo, këtu është thelbi. Po cili thelb pra, cili thelb? Shiko, kur bie tërmeti, kapet inxhinieri që e ka për projektin dhe ai që ka zbatuar projektin. Po pse fajet Bashkimi Evropian ti ka për atë gjë? Po. Bashkimi Evropian duhet ta ndihmonte, duhet ta sugjeronte, ta ndihmonte klasën politike që të hartohesh dhe të miratohesh me referendum popullor strategjia kombëtare e zhvillimit për kaluar nga një sistem diktatorial në një sistem demokratik. Këtë se bëri. Nga që supë kjo, Sali Berisha shfrytëzoi si ai thotë hujku mjegull do. Edhe i buri kazë në Shqipërisë. Këtu fillon e keqja. Nuk është jep dorë heqë ti. Pse do t'i lutesh ti? Dorë heqë. Pse ti thua? Nuk po i luten ata, jo. Nuk po i luten. S'ka lutje aty duket qartë që është i protestë qytetare që shkon për te partive politike dhe kjo është protesta të paktën më e sinqert ai sa shoh unë në 36 vite. Zoti Shniku, si e shikoni ecurinë e protestës dhe a mendoni se Edi Rama do të rrëzohet nga këto protesta? E thash edhe po e them prap. Në qoftë se protestës nuk i bëhet analiza pse është arritur në këtë gjendje, Edi Rama aty do rritë derisa të vdesi. Edhe Bashkimi Evropian s'ka për të tundur, në qoftë se nuk i themi që edhe ti je mbrojtës dhe mbështetës i kësaj klase, i kësaj diktature. Marrim këtë ne. A bëhet fjalë për zvërnesin për resort turistik? Edhe Sazani? Po mirë, kjo filozofia e Ramës që turizmi do zhvilloj Shqipërinë, që për mua është kriminale. Pse mbështeti Bashkimi Evropian? Dhe pse vazhdohet të thuhet që turizmi është baza ekonomike e Shqipërisë, kur turizmi jonë është 3 mujor fshatares? Edhe nuk thuhet që zhvillimi i Shqipërisë duhet të bëhet nëpërmjet shfrytëzimit të pasurive kombëtare me cikël të plotë. Po pse u bë? Pse e përcaktoi Rama turizmin si kryesori në zhvillimin e Shqipërisë? Sepse ai donte të justifikonte miliardat e euro për të ndërtuar gigantet, autostrada, porta, aeroporte, të cilat si kanë vlerë fare. Por si mund të përcaktosh ti turizmin si qëllimi kryesor për zhvillimin e vendit, si prioritet, kur për këtë punë nuk u bë asnjë strategji? Si do zhvillohesh turizmi? Nëse nuk zhvillohet, nëse qeveria s'do mbështeste sektorët që do mbështesin turizmin, si bujqësia, blegtoria, industria ushqimore, frutikultura, peshkimi e tjerë. Çka ka arritur deri më sot? Rama numëron vetëm sasinë e turistëve që vinë nëpër porte dhe aeroporte, por nuk numëron se sa tonelata domate e moll, e speca, e preshe, e qep, fshatarët tani hedhin kanale. Erombracia, deputeti, para një muaj vajtjen në magazinët kryesore të Lushjes dhe tha, të gjithë materialet që shiten, malla që shiten këtu në këtë zonë, janë vinë gjithë nga importi. Shkonin për supermarkete, gjithë mallat janë jashtë, nga jashtë vinë. Atëre, çfarë ndihmoi ky turizmi jon? Si e zhvilloi bujqësinë, industrinë? Çfarë ndihmoi tjetër? Asgjë tjetër. Por turizmi, unë po them në tjetër. Përveç që shkatroi, që justifikoi shpenzimet e mëdha të rrugëve dhe porte aeroportet, që s'kan dhënë asnjë efekt në ekonominë tonë, se si arritur as pensionin së paktën, por qëllimi kryesor ishte që të fshihte kthimin e Shqipërisë në vend kolonial. Sepse të gjithë pasuritë kombëtare i ka shfrytzuar kolonizatorët. Dhe shteti shqiptar nuk ka përfituar
as €1 nga të gjitha do pasuri. Fakti i fundit i Bankës Petroleum, që për 20 vjet ka shfrytzuar, ka përdorur, ka përfituar 30 milion ton naftë, dhe nga këto ka fituar 20 miliard euro, edhe shqiptarët s'ka paguar, s'ka fituar as një lek, është konkrete. Aq më tepër që prokuroria Fierit i vuri dhe gjob bankerësit 120 milion euro, vete Balluka me atë ministrin tjetër, Denaj, e thot të mos zbatohet ky vendim. Ky është turizmi jonë. Për këtë do të maskuar Edi Rama. Jo i jep dorëheqjen, jo i do të japi dorëheqjen. Do të japi llogari, do të nxirret boja. Po kjo nuk bëhet në rrugë. Nuk rregullohet Shqipëria. Që të rrëzohet Rama, ata që kërkojnë rrëzimin e Ramës duhet të kenë dhe horizontin, që t'i bëjnë gjyqin 35 vjetëve, pse s'u bë? Dhe të thonë, çfarë strategjie do bëhet këtë tutje? Çfarë do të bërë? Edhe duhet zgjedhur edhe modeli i shtetit tek përvoja e cilit Shqipëria duhet të marrë për të bërë një Shqipëri demokratike. Po deri kjo në fillim nuk u bë, as me turizmin nuk u bë. Atëherë, për çfarë është kjo Europa që e mbështet? Çfarë pas ka bërë ky më kur populli është i varfër? Kur pensionistët 600.000 pensionistë marrin më pak se 200 euro. Ja i pyesëm prapë dhe këta nërmjet jush. E i pyes këta ambasadorin dhe Bashkimi Evropian që e mbrojnë të. A mund të jetohet me 200 euro në mes të Parisit, të Londrës, të Vienës, të Romës, të Milanos? Një shqiptar, a mund të jetohet? Me 200 euro as një ditë, një natë hotel nuk zihet. Do thoni jo, po ç'net në Evropë do rrogemi me 200 euro. Po të gjithë mallet, gjithë pasurimet, gjithë shërbimet në Shqipëri janë si të Evropës. Atëherë pse në Shqipëri rrokan me 200 euro, edhe në Evropë në rrokan kaq? Atëherë pse thonë që këtu është e mjaftueshme? Për këto do të protestuar, jo për flamengot, as për Zvërnecin. Se ato është sebepi, po thelbi është ky, edhe këtë do të kishim bërë këto 3 partitë e reja që u fshehin këto ditë e fundit, janë fshehur, edhe dalin si qytetarë. Detyra tyre nuk është dalin si qytetarë në protestë. Do të udhëheqin protestën me mendime, me konferenca. Po janë fshehur, pse? Ata din vetë se ku i shërbejnë. Për mua, ata janë të 3 partitë e reja, nuk i shërbejnë interesave të përgjithshme të popullit shqiptar. As demokracisë, as shtetit drejtor. Ja këto që them unë nuk i kam përmendur. Dhe unë ja kam kërkuar, ja kam thënë zyrtarisht, i jepni mendime për këto. I kam dhënë në Facebook, i kanë lexuar. Po s'kan guxuar të japin përgjigje. Jo mua, të japin përgjigje problemeve që janë në Shqipëri. Asnjë nga ata nuk ka guxuar të bëjë gjyqi 35 vjetë. Pse është katalizur Shqipëria në këtë gjendje? Edhe ja kemi lënë dorë fëmijëve, të rinjve, studentëve. Ata s'e dinë se kanë atë përvojën. Pale doli njëri e tja tha, krijoni një parti të bulevardit ti. Nuk krijohet partia e bulevardit. Partia është do të udhëheqë shtetin, do të ndërtojë shtetin. Nuk ndërtohet në bulevard partia. Partia ndërtohet me mendime. Se pa dhe kur ndërtohet partia demokratike në fillim. Gjoja e rinia e rrëzoi diktaturën. Çfarë rinia rrëzoi diktaturën? Me Gramopaskën, me Edi Ramën, me Fatosnanën, me Gramosruçin. Këta i rinia. Kush e mori pasaj partinë? U bë ai programi i Partisë Demokratike në korridoret e shtëpisë së Gramos Pashkës. Kështu edhe tani. Pse s'dalin hapur? Pse i fshehen këto? Kush janë ta drejtues që kanë frikë? Pse kanë frikë? E kanë frikë se me kanë frikë mendimet. Duhet të hapur, duhet të shqip. Edhe nuk krijohet partia e re me kalamaj. Partia do me të gjithë ka nevojë, edhe për rini, edhe për pleqëri, edhe për të mesme, edhe për fshatar, edhe për punëtor, edhe për intelektual. Nuk ka kështu kuvizime. Në cilën vend botës janë partia e rinive, partia e gocave, partia e çunave. Këto janë qëllime për të fshehur qëllimet e vërteta të protestës dhe edhe të interesave të atyre që janë mbas këtyre. Prandaj, unë e shoh, Edi Rama është terrorizuar. Edi Rama është terrorizuar, por protestat që ta çojë Edi Ramën ta merrte zgufthi, duhesh edhe këto që po them unë. Duhen nxjerr boja Edi Ramës dhe Sali Berishës, se për 35 vjet këta i kanë bërë krime të mëdha. Edhe nëse klasa politike shqiptare, këto 3 partitë e reja apo të tjera që mund të lindin, nuk arrin në konkluzionin që këtu është zbatuar për 35 vjet një skenar kriminal anti-shqiptar, atëre kanë kot.
Shqipëria nuk është shkatëruar nga qefi, është shkatëruar nga armiqësia, nga urrëtia për popullin shqiptar. Dhe neve, personistët, bëm 8 protesta para kryeministrisë. As se fërshëlleu fare as ky, as media në përgjithësi, as OJQ, as ky ambasadori i Bashkimit Evropian që parakalonte në bulevard me LGBT dhe nuk dënjoi të tregonte njëri të vinte aty te protestat tona. Janë 600.000 pensionistë që kanë derdhur djersën. Ja ato pasuri që shfrytëzohen sot janë djersa dhe gjaku i këtyre pensionistëve. Dhe që sot tallen e trajtohen. Edhe unë kam thënë dhe e përsërit prapë. Ndaj 600.000 pensionistëve, të cilët u jepin më pak se 200 euro, po është kryer dhe po kryet një krimi i gjenocidit. Një lloj siç ka bërë gjermanët me çifutët në luftën e dytë botërore. Nëse duan fakte, jam gati të ballafaqoj me këdo, të brendshëm dhe të jashtëm për këto probleme, duke faktuar një për një. Zonjë Dyshniku, ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shimin në intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.